Tensionet në shtëpi rriten përsëri kur Labinoti shpërthen papritur në debat me Benitën. Ai, i irrituar nga disa komente të saj më herët gjatë ditës, nuk e përmban më veten dhe fillon ta sulmoj hapur me fjalë, me një ton të ulët, por plot nerv. Ai i drejtohet asaj: "Benita, ti je vajzë e keqe, e di? Gjithë ditën kërkon të përdorësh njerëzit këtu brenda. S'po e kupton që të gjithë po ta kuptojnë lojën." Benita hap sytë e çuditur, si të mos besonte se çfarë po dëgjon. Ajo mundohet ta ndërpres, por Labinoti vazhdon edhe më i acaruar. "E ke bërë këtë gjë me shumë djem", thot ai, duke tundur kokën. "I afrohesh pak, i buzëqesh 2 herë dhe pastaj i përdor për interesat e tua. Dhe pastaj silles sikur je e pafajshme." Disa banor që ishin aty pranë kthejnë kokën menjëherë drejt tyre. Atmosfera ngurtësohet. Eliona përshpërit, ja ku filloi prapë. Benita më në fund reagon, duke u ngritur në këmbë. Ajo e sheh drejt në sy dhe i thot me nervozizëm: "Ti s'ke të drejtë të flasësh kështu për mua. Nuk të kam përdorur ty dhe asnjë tjetër. Mëso të mos sajesh gjëra vetëm për të bërë zhurmë." Por Labinoti nuk ndalet. Ai tund gishtin dhe e vazhdon: Po. Të gjithë po të shohin. Si je aq e pastër sa do dukesh. Dhe më e keqja, pretendon të jesh viktimë çdo herë që të kritikon dikush." Benita ndihet e ofenduar dhe e tronditur. Ajo ul kokën për një çast, pastaj shikon drejt banorëve të tjerë sikur kërkon mbështetje. Por askush nuk ndërhyn, të gjithë janë në pritje se si do vazhdoj grindja. "Unë nuk përdor njeri", thot ajo më në fund, me zërin që i dridhet pak nga inati. "Nëse ti mendon kështu, problemi është i yti. Mos ma vendos fajin mua për gjërat që ti nuk i kupton." Labinoti qesh me sarkazëm dhe largohet duke tundur dorën, ndërsa Benita ngel ulur e nervozuar, duke përshpëritur: "Ai po shpif. Çdo ditë e më shumë." Shtëpia përfshihet përsëri nga drama, dhe të gjithë e kuptojnë se ky konflikt nuk ka përfunduar ende.